Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni i lartë, bimët që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Stresi shkakton shumë të këqija në trup, përfshirë këtu rritjen e presionit të gjakut. Kur kombinohet me vese jo të shëndetshme, mund të jetë edhe një kërcënim për jetën. Tensioni i lartë i gjakut sjell dëmtime të enëve të gjakut dhe shkakton probleme të zemrës. Për të parandaluar këtë ose për ta kontrolluar nëse tashmë ka ndodhur, po ju sugjerojmë disa erëza që duhet i shtoni në dietën tuaj, të cilat mund të kthejnë aleatët tuaj më të mirë për të rregulluar edhe luhatjet e tensionit në gjak. Rigoni. Rigoni është efektiv kur bëhet fjala për uljen e presionit të gjakut, ul ritmet e rrahjeve të zemrës, ul presionin e gjakut dhe shton presionin në arterje. Rigoni mund të përdoret në vend të kripës, i cili ka një shkaktar të rritjes së tensionit të gjakut. Prandaj, nëse doni të evitoni luhatjet e presionit të gjakut, zhvendësoni kripën me rigon. Valerian. Duke qenë një qetësues natyral, ai relakson muskujt dhe ul presionin e gjakut. Konsumi i përditshëm i kësaj erëze do ju ndihmojë në eliminimin e stresit. Njerëzit të cilët vuajnë nga hipertensioni do të përfitojnë nga zvogëlimi i presionit të gjakut, citon Health.com. Borziloku. Stresi prek një gamë të gjerë të funksioneve të trupit. Borziloku ka veti adaptive që ndihmon trupin të përballojë stresin. Ndalon ndrydhimin biokimik që nxit stresi, ai përmirëson nivelin e energjisë dhe rrit qëndrueshmërinë. Gjithashtu ndihmon në shëndetin e përgjithshëm të stomakut dhe forcon sistemin imunitar. Promovon qarkullimin e mirë dhe hedhjen e gjakut. Nivelet e presionit të gjakut janë ulur dhe mbajnë nivelet të shëndetshme të kolesterolit. Livanda. Ulja niveleve të presionit të gjakut me 50% me një masazh të trupit me vaj livando. Duke qenë se është një vazodilator efektiv, i bën enët e gjakut të qetësohen dhe të zgjerohen. Si rezultat kemi ulje të presionit të gjakut. Vajin e tij mund ta aplikoni në trup ose ta përdorni në një banjë me ujë të nxehtë. Çaji me lule dhe gjethe të zjera është një mënyrë për të larguar gjithashtu edhe dhimbjen në stomak. Lule pasioni. Lulja e pasionit është shumë efektive për uljen e tensionit të lartë, ankthit dhe stresit, shkakton një rritje të niveleve të tij. Lulja e pasionit e përdorur mund të nxjisë gjumin te personat që vuajnë nga pagjumësia. Mjekimi me recetë nuk ofron shërime afatgjatë për presionin e gjakut, por mbajtja nën kontroll e sistemit tuaj mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në menaxhimin më të mirë të tensionit të gjakut. Me uljen e temperaturës gjatë dimrit dhe në pranverë kur ka luhatje dhe ndryshime të motit, tensioni i gjakut mund të pësojë ndryshime të befta. Arsyeja kryesore ka të bëjë me mungesën e aktivitetit fizik në dimër, kështu që konsumi i lartë i kripës dhe ngushtimi i enëve të gjakut për shkak të temperaturës mund të përbëjë një faktor rreziku vërtet të madh për tensionin e gjakut. Trupi kufizon qarkullimin e gjakut për të ruajtur temperaturën e brendshme e kësaj tensioni rritet vazhdimisht. Ekspertët kanë përpiluar disa këshilla të cilat mund të mbajnë nën kontroll tensionin e lartë të gjakut gjatë dimrit. Prandaj sigurohuni që të zgjidhni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, të cilat do të sjellin rezultate vërtet të kënaqshme në menaxhimin e tensionit të lartë të gjakut. Nëse tashmë jeni duke vuajtur nga problemet e hipertensionit, në dietën tuaj duhet të zgjidhni sa më shumë produkte natyrale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në menaxhimin e luhatjeve të tensionit dhe sigurimin e një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Si fillim duhet të minimizoni qëndrimin në ambiente të jashtme për të pasur ndryshime të befta në barrën e punës së zemrës. Shmangni lodhjen dhe ngritjen e peshave të rënda. Vishuni trash për të ruajtur temperaturat e brendshme. Mbajini një shall ose doreza për të minimizuar ekspozimin e lëkurës ndaj temperaturave të jashtme. Shmangni alkoolin dhe kafeinën, të cilat shterojnë nxehtësinë e brendshme të trupit. Kujdesuni që të hani shëndetshëm dhe të kufizoni konsumin e kripës. Gjithashtu, ushqimet të cilat janë efikase në dietën tuaj janë boronicat dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në një javë do të ulë rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronica, lule shtrydhet dhe mjedrat kanë pak kalori, janë të pasur me antioksidantë dhe me fiber. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin një dozë të shëndetshme të vitaminës C dhe kaliumit. Drithrat.
Një pjatë me drithra të plota dhe fibra siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filçan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studimet thonë se nitratit e panxharit ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë në ditë, mund të ulni tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide që zgjerojnë enët e gjakut në mënyrë natyrale. Spinaqi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit që mbajnë tensionin në nivele të qëndrueshme dhe eliminojnë kripën e tepërt që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega 3, plot me vlera të shëndetshme kardiovaskulare. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë në të paktën 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është një burim i pasur me kalium, me fibër, me magnez, me vitaminën C dhe kalium, që sipas studimeve ndihmon në eliminimin e tensionit të lartë. Një gjysmë filxhani me brokoli në ditë përmban dozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është një antioksidant që promovon tensionin normal të gjakut dhe mund të sjellë gjithashtu rezultate mjaft të mira për shëndetin tuaj. Ushqimet jeshile. Jeshilliqe të rrisin nivelin e magnezit duke ndihmuar kështu në luftimin për tensionin e lartë të gjakut. Përveç konsumit të këtyre ushqimeve duhet të bëni edhe ndryshime të tjera në mënyrën e jetesës për të trajtuar tensionin e lartë të gjakut, si dhe të kryeni më shpesh aktivitete fizike, të shmangni ushqimet me përmbajtje të lartë të kripës. Koriandër. Kjo erëzë gjithashtu ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Ato kanë veti diuretike në trup, ndaj mund të ndihmojnë njerëzit të cilët vuajnë nga tensioni i lartë. Selino. Selinoja përmban kimikate ftalate që mund të relaksojnë muret arteriale duke ulur kështu tensionin e lartë të gjakut. Avokado. Një zgjidhje e mirë në luftimin e tensionit të lartë të gjakut. Avokado është e pasur me kalium, një mineral kyç që ndihmon gjithashtu veshkat të filtrojnë lëngjet nga gjaku duke ulur kështu edhe presionin e gjakut. Frutat e pyllit. Luleshtrydhet, boronicat, manaferrat mund t'ju ndihmojnë në uljen e tensionit. Ato janë të pasura me flavonoide, substanca që relaksojnë enet të gjakut, duke përmirësuar kështu edhe rrjedhjen e gjakut më mirë. Është e rëndësishme që të bazoheni në sa më shumë produkte natyrale për të ndihmuar kështu në menaxhimin më të mirë të tensionit të gjakut. Lëngu i shegës, si qumshti me pak yndyrë, është i mbushur me kalium dhe lëndët të tjera ushqyese për zemrën që kanë 3 herë më shumë antioksidantë se çaji i jeshil dhe vera e kuqe. Sipas një studimi të vitit 2017 është zbuluar se duke pirë lëng të shegës mund të reduktoni presionin e lartë të gjakut. Në njerëzit që kanë edhe prirje të kenë presion të lartë të gjakut, lëngu i shegës mund të jetë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për ta. Çaji. Në një studim të publikuar në The Archive International Medicine, studiuesit kanë shikuar për ndikimin e çajit dhe pirjes së tij në dekadat dhe riskun e zhvillimit të tensionit të lartë në 1507 burra kinez dhe gra që kanë jetuar në Taiwan, të cilët më parë kanë pasur një histori të tensionit të lartë të gjakut. Studiuesit kanë zbuluar se ata të cilët kanë pirë së paku një gjysmë gote çaj të gjelbër në ditë, kanë pasur 46% më pak rrezik për të pasur hipertension se ata të cilët nuk e kanë pirë. Në mesin atyre të cilët kanë pirë më shumë se 2 gota çaj në ditë, rreziku për tension të lartë të gjakut është reduktuar në 65%. Për benefite shëndetësore, ekspertët rekomandojnë të shtoni një pjesë të limonit në pije. Një studim i publikuar në Journal of Nutrient and Metabolism ka zbuluar se gratë në Japoni, të cilat ecin rregullisht dhe konsumojnë çdo ditë limon, kanë presion më të ulët të gjakut dhe kanë gjithashtu cikle më të mira të shëndetit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.